Nga rreshtet e dendura të Shiut dhe Borës është bllokuar rruga në hyrje të Ferizajit. Gjendja e rëndë është edhe në Suharik, Vushtre, Malishev e Lipjan. Komunat kanë krijuar shtabet e krizës për menaxhimin e situatës. Gjatë natës priten rreshje bore, kurse temperatura do të bien deri në -11 gradë Celsius.